Dhe do t'ju tregoj dhe historitë fundit për sonde. Edhe vëllezër besimtar tregohet këtë histori e kam dëgjuar nga xhallarët e vjetër. Kishte qenë një ustav murator i krishterë. Po sa herë vinte thirrja e ezanit, ai e ndalte punë. Respektonte ezanin. Dhe tregohet kur i kishte ardhur vdekje këtij njeriu, ky kishte ndërruar jetë si musliman. Sepse nuk i dihet fundi. Ka mundso Allah, thu la ilaha illallah, e mbyll jetën me iman, shkon në xhenet. Dhe kishin shkuar njerëzit e afërt me ngrejt kufundë, nuk u ngrente. Ishin marrë priftin, çfarë ti bëjmë? Thot, çfarë ka ky? Tregoj si ngjarje, thot ky pas ndërrui jetë si musliman. Edhe e mori mbrapa, edhe i bënë respektin atë si musliman, pra e lajnë, e shqipinosin, i falin xhenazën dhe e varrosin si musliman. Pra dhe vëllezër, ndoshta i diçka e vogël që mund të respektojmë ne, ose nuk e respektojmë sot, mund të bëjë sebeb për diçka të madhe mbrapa. Andaj ta respektojmë. Për shembull, kur thirret ezani, me përsërit ezanin, deri në fund, është i mundësi me fitu xhenetin. Po lexohet Kurani. E nxo Kuranin, mëshirohesh nga Allahu. Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur të ngjoni leximin e Kuranit, pra kur ngjoni, heshni ngjonja që të shpëtoni, thot Allahu. Allahu na përmirësoft neve, zemrat tonë, Zoti na udhëzoft në rrugën e drejtë. Yeah.